Kam kënaqësinë shumë të madhe që takoj edhe nënën e Butrin Timirit dhe ta pyesim se sa je krenar për djalin e juaj. Unë jam shumë krenare për Butrintin, sidomos për ato që ka arrit, për ato që është Butrinti, se di që është spori është që ka thjeshtësinë, dhe thotë është tepër familjar, është djalë besnik, si çdo nënë që mendon për djalin e vet, unë e mendoj që është. Mu po më dukesh pak e emocionume, se normal që e vladi sa ma shumë që rritët, duket hala i vogël. Sa duket ty që... E kemi pas një periudhë pak të vështirë, se unë e para, do më thonë me 24 qershor e kam humbë nanën, edhe me thonë drejtën u ka një kohë që kemi mendua, po bojmë diçka për ditëlindjen e Butrintit as po bojmë. Po, ç'a të thamë, është një pjesë që duhet njeri mu pajtu me gjithçka, kështu që besoj që më kuptoni emocionit të pashmangshme. Po normal. Tu rrit Butrinti, a ka qenë gjithmonë si fëmijë kaq i suksesshëm apo gjithmonë ka dashur me arrit? Butrinti ka filluar qysh moshën 8 vjeçare me këndu. Edhe në qatë periudhë faktikisht e ka ndjekë edhe vallëzimin, u kanë dikon 6 herë mrena javës ka shku në vallëzim. Çdo ditë për afërsisht 6-7 vite. Mas ne ka vazhdu prap shkollën e muzikës, edhe dikun afër 17 vjeç ka orë në Kosovë, ku ka fillu mas pari me këngën e parë që e njohim Ki me lyp dikant si mu, me DJ Blanc që është kënga ti e parë. Aty ka fillu kështu tamam karrierën e tij dhe prej asaj kohe ka shku gradualisht të ngrit ma lartë. Edhe është tip që e don punën shumë, edhe s'është i kënaqur kur me pak. Domethënë gjithmonë ka dëshirë me punu, është shumë perfeksionist, tepër në ekstrem. Çka i kishte thënë Butrintit që si ke thënë kurrë? Domethënë tamam publik. Nuk e di çfarë si kom thënë kurrë, nuk e di ai kom thënë, është gjithçka i kom thënë, veç që e di që unë s'kam qef mu nala ai këto. Domethënë kam qef Butrinti me vazhdu se ka në shpirt muzikën, edhe di që është shpirt artistik, kështu. Edhe tregon puna e tij mas mirë, se Butrinti çdo herë e vren njeri edhe te videoklipet e tij që i bën, edhe te çdo gjë që e bën, është gjithçka perfekt. Nështë ta mendoj unë se unë jam nana e tij, e shoh me një sy tjetër, po besoj që edhe tjerë të shohin po me të njëjtin sy, sepse është punëtor shumë i madh, jashtëzakonisht i madh. Pendrojna pak, po bëj pak atmosferë, po të pyes një pyetje, si çdo nanë që ka qef, ku na rahatohet Butrinti? Nështë edhe që kjo i shkon pyetja që ja kisha po Butrintit, se tash bash mirë pyete, se unë tash po them gradualisht duhet mu fokusu edhe duhet me gjetë dikën, tamam me për një lidhje. Domethënë ka nevojë shtëpia për fëmijë. Po patjetër. Ne kemi një pambesa, po vendin e fëmijëve të Butrintit se zën asnjë. Edhe ai e din, ma din brengen, unë gjithmonë i them tash duhet mu rahatu. Unë ju uroj Butrintit festën sa ma të mirë, ditëlindjen, edhe veç suksese sa ma të mëdhaja, edhe juve gjithashtu. Faleminderit juve që keni gjetë kohën jeni ardhur dhe po na bëhet shumë qefi. Gjithçka po shkon perfekt. Besoj që edhe tash tutje të kënaqeni.